e akuzuara Jelena Gjukanović, dënim me burgim kozgjate prej 6 vjetëve. Trupi gjykues i gjykatës themelore në Prishtinë, departamentit special, i përbër nga gjyqtarët Raman Beqiri, kryetar, dhe gjyqtarët Kujtim Krasniqi, Avnis Syla, antar, në emër të popullit shpall këtë aktgjykim. E akuzuara Jelena Gjukanović me shënimet si në shkresat e lëndës, fallet fajtor, për shkak të veprës penale, spionazhi, andaj gjykata, bazuar në dispozitat e kodit penal dhe të kodit të procedurës penale, e gjykon dënim me burgim kozgjate prej 6 vjetëve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Njoftohen palët se lejohet ankesa në afat prej 30 ditësh nga dita kur e pranojnë aktgjykimin me shkrim.